Dallimet për mënyrën si e shohin palët rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve janë përsëritur edhe emisarit të ri të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, edhe në vizitën e tij të parë në Beograd. Ai trashëgoi nga paraardhësi i tij Miroslav Lajçak edhe një draft statut të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e së martës me Sorensenin e vuri parakosh normalizimin e marrëdhënieve me themelimin e asociacionit. Kam shprehur shqetësim të veçantë për pozitën e vështirë në të cilën ndodhen serbët në Kosovë, për shkak të lëvizjeve të shumta eskaluese të njëanshme dhe të dhunshme të Prishtinës. Kam theksuar gjithashtu pengesat e vazhdueshme që Prishtina po bën në procesin e dialogut dhe kam përsëritur se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe pas 12 vjetësh refuzimit të Prishtinës për ta përmbushur këtë detyrim është parakusht për fillimin e normalizimit të vërtetë të marrëdhënieve. Presidentja Vjosa Osmani tha javën e kaluar se draft statuti i asociacionit i propozuar nga BE-ja ka defekte dhe se nuk do ta kalonte testin e gjykatës kushtetuese. Korrespondenti i kohës në Bruksel Augustin Palokaj thotë se me gjithë përpjekjet e Sorensenit që me vizita në Beograd dhe Prishtinë të përgatis terrenin për të vazhduar dialogu, gjasat për ndonjë kthesë të madhe nuk janë të mira. Kosova akoma është në numërim të rezultatit të zgjedhjeve dhe në pritje për të parë a do të formohet apo jo qeveria dhe kush do të formojë, ndërkohë që presidenti i Serbisë Vučić po përballet me protestat më të mëdha. Në këto kushte nuk është reale të pritet që palët do të bëjnë kompromise apo që do të sjellen në mënyrë konstruktive. Palokaj thotë se vizitat e Petersenit në Prishtinë dhe Beograd kanë dëshmuar që palët janë më shumë të interesuara për të parashtruar kushte se sa të zbatojnë obligimet që kanë marrë. Pasi që në këtë moment nuk dihet se si do të sjellet administrata e re amerikane ndaj dialogut, ndërkohë që është e qartë se bashkëpunimi nuk është në nivel me BE-n siç ka qenë para zgjedhjeve presidenciale, BE-ja është më shumë në pritje se sa që ka ndonjë ide se si do të vazhdohet dialogu. Në këto rrethana prandaj është jo reale që të pritet ndonjë gjë e madhe sa i përket të dialogut, ndërsa e vetmja mënyrë e Bashkimit Evropian për të bërë presion që palët të sjellen në mënyrë më konstruktive është vazhdimi i kushtëzimit të ndihmave financiare. Rolin e tij si i dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Sorensen e nisi me vizitën në Prishtinë javën e shkuar. Ai takoi drejtuesit e institucioneve të shtetit, përfaqësuesit e partive opozitare, si dhe ata të komuniteteve jo shumicë.